Jemi në pjesën e 4 të serisë së videove që trajtojnë provimet e lirimit të matematikës, zhvilluar në qershor të vitit 2012. Ushtrimi 17. Kërkohet të zgjidhet sistemi i inekuacioneve x-3 më i madh baras me 0, inekuacioni i parë, dhe 5 - x më i madh se 0, inekuacioni i dytë. E rishkruajmë edhe një herë këtë sistemin inekuacionesh. Tek inekuacioni i parë kalojmë -3 në anën e djathtë duke ndruar shenjë, ndërsa tek i dyti kalojmë -x në anën e djathtë gjithashtu duke ndruar shenjë. Marrim këtë sistem të ri, pra x më i madh baras se 3 dhe 5 më e madhe se x. Për të orientuar në zgjidhjen e sistemit të inekuacioneve, ndërtojmë një bosh numerik dhe duke patur parasysh treshin, atëherë të gjithë numrat që janë djathtë as ti, duke përfshirë dhe treshin, janë në zgjidhje për inekuacionin e parë. Pra mund ta shënojmë këtë zgjidhje si bashkësia A1, që është prezantuar si gjysmë segmenti 3 plus infinit. Ndërkohë, për inekuacionin e dytë do bazohemi tek 5 dhe të gjithë numrat që janë majtas 5-s janë në zgjidhje të inekuacionit të dytë të sistemit. Pra, po e paraqitim si bashkësinë A2, që është intervali -infinit 5. Zgjidhja e sistemit është e përbashkëta e zgjidhjeve të inekuacionit parë dhe inekuacionit dytë. Kështu që duke paraqitur këtë zgjidhje të sistemit me shkronjën A, ajo do të merret nga prerja e bashkësisë së zgjidhjeve të inekuacionit të parë A1 me zgjidhjen e inekuacionit të dytë që është A2. Pra, vizualisht në boshtin ton numerik, zgjidhja do të jetë pjesa e selektuar me ngjyrë të verdhë duke përfshirë numrin 3 dhe duke mos përfshirë 5. Pra, zgjidhja e sistemit ton do të jetë gjysmë segmenti 3-5. Vazhdojmë me ushtrimin 18. Jepet ekuacioni x plus 6 mbi x baras me x. Gjeni vlerat e palejueshme të x-it dhe zgjidhni ekuacion. E paraqitim edhe një herë më poshtë ekuacionin ton. Është një ekuacion thyesor ky, sepse përmban x-in në emërues, dhe siç dihet, një ekuacion mund të shumëzohet në të dyja anët e tij me një numër apo me një shprehje numerike, me kushtin që kjo shprehje të jetë e ndryshme nga 0. Pra, ne na intereson që të dy anët e këtij ekuacioni të shumëzohen me x, për të zhdukur emëruesin e thyesës. Kështu që nga çfarë thamë më sipër, ky x duhet të jetë i ndryshëm nga 0. Në një farë mënyre ky kusht lidhet edhe me kërkesën e ushtrimit tonë, sepse aty thuhet gjeni vlerat e palejueshme të x-it, dhe vlera e palejueshme e x-it është 0. Çdo vlerë tjetër është vlera e lejueshme e x-it. Pra me kushtin x i ndryshëm nga 0, shumëzojmë të dy anët e ekuacionit dhe kemi këtë barazim të ri, i cili na jep mundësinë që me një thjeshtim që mund të bëhet në anën e majtë të zhdukim x-in që gjendet në emëruesin e kësaj thyese. Mëtej kalojmë në barazimin x plus 6 baras me x katror, nga ku i kalojmë të gjitha kufizat në anën e djathtë të këtij barazimi, dhe kjo për të mbajtur x katrorin pozitiv. Mëtej kemi vetinë e ndërimit, pra anën e djathtë mund ta paraqitim si anë të majtë, dhe marrim ekuacionin e gradës së dytë x katror minus x minus 6 baras me 0. Për zgjidhjen e këtij ekuacioni duhet të përcaktojmë koeficientet a, b dhe c, dhe konkretisht kemi këta koeficient, pra a-ja është 1, mendohet si numri që ri pranë x-it katron dhe mund ta parafytyrojmë si 1 që shumëzon x në katror. B-ja është koeficienti që qëndron pranë x-it, në rastin ton duhet të jetë -1, dhe c-ja është kufiza e lirë, pra -6. Në bazë të këtyre koeficienteve do të gjejmë mëtej dallorin, që përcaktohet nga formula b katror minus 4ac. Dhe konkretisht dallori gjendet nga ky barazim, ku kemi zvendësuar b-n me -1, vlerën e a-s me 1,
dhe vlerën e C-s me -6. Atëherë kryem veprimet në anën e djathtë, nga ku përcaktojmë dallorin 25. Mëtej kemi paraqitur formulën për gjetjen e dy vlerave, që do jenë dhe rrenjët e ekuacionit tonë. Pra, zëvendësojmë në këtë formulë. Kujdes duhet të kemi tek zëvendësimi i B-s, sepse këtu paraqiten dy minuse. Një minus është ai që i takon formulës, kurse minusi tjetër i takon -1-shit që lidhet pra me vlerën e koeficientit B. Dallorin e kemi zëvendësuar me 25 dhe vlerën e A-s kemi zëvendësuar me 1. Atëherë pas veprimeve kemi x1 x2 baras me 1 plus minus 5 mbi 2. Nga ku do të marrim dy vlera, x1-shin 3, që merret nga veprimi i plusit, dhe x2-shin -2 që përcaktohet nga veprimi i minusit tek pyesa jonë. Pra, pikërisht 3-shi dhe -2-shi do të jenë zgjidhjet e ekuacionit tonë. Vazhdojmë me ushtrimin 19. Trekëndshi dybrinjeshëm me bazë 5 cm dhe perimetër 11 cm është i ngjashëm me një trekëndësh tjetër dybrinjeshëm me bazë 10 cm. Gjeni perimetrin e trekëndshit të dytë. Kemi vizatuar dy trekëndsha dybrinjeshëm të ngjashëm me njëri tjetrin, ku i pari ka bazën AB 5 cm dhe i dyti bazën A'B' 10 cm. Ndërkohë, dihet që perimetri i trekëndshit të parë është 11 cm, ndërsa perimetri i trekëndshit të dytë është i panjohur, pra mbetet detyrë të gjejmë vlerën e këtij perimetri. Në këto ushtrime duhet të bazohemi tek fakti që janë trekëndsha të ngjashëm dhe ekziston një koeficient ngjashmërie. Pra sa herë rritet njëra brinjë, aq herë rritet dhe një brinjë tjetër e trekëndshit në krahasim me ngjashmen e saj, dhe po aq herë rritet dhe perimetri i trekëndshit të dytë i krahasuar pra gjithmonë me trekëndshin e parë. Kështu që mund të bazohemi tek AB-ja dhe A'B'. Meqense i njohim të dy këto gjatësi të këtyre brinjve, mund të ndërtojmë raportin e A'B' mbi AB, që është 10/5 baras mëtej me 2, dhe kryem këtë veprim pikërisht për të përcaktuar koeficientin e ngjashmërisë së trekëndshme. Sepse ky na ndihmon dhe për të lidhur perimetrat e këtyre dy trekëndshave. Pra, konkretisht, meqense janë dy trekëndsha të ngjashëm, raporti perimetrave P' përshënojmë perimetrin e trekëndshit të dytë mbi P, është e barabartë me 2, pra me koeficientin e ngjashmërisë së trekëndshave që u përcaktua nga raporti i gjatësive të dy brinjve. Por në ushtrimin tonë na thuhet që perimetri i trekëndshit të parë është 11 cm, pra mjafton të zëvendësojmë këtë vlerë tek emëruesi i kësaj thyese për të marrë P' mbi 11 baras me 2, nga ku P' baras me 22 cm, dhe pikërisht kjo është ajo çfarë përfaqëson vlerën që i takon perimetrit të trekëndshit të dytë.